Shumë të dashur fëmijë, mirë se keni ardhur sot në Presidencën e Republikës së Kosovës dhe urime të gjithëve një qershori nga zemra. Të nderuar prindër, të nderuar edukator, të nderuar përfaqësues të institucioneve, ambasador, shumë të dashur qytetar. Një qershori, dita ndërkombëtare e fëmijëve, na kujton të gjithëve, siç po e shohim edhe sot nga prezenca e fëmijëve të gjitha komuniteteve që jetojnë në Kosovë, se ata nuk janë vetëm e ardhmja jonë, por janë edhe e tashmja jonë. Ata janë drita e çdo familjeje, gëzimi i çdo shoqërie dhe arsyeja e fortë për ta ndërtuar një të ardhme edhe më të sigurt, edhe më të ndritshme në vendin tonë. Në këtë ditë të veçantë ku janë mbledhur fëmijë nga të gjitha viset në Kosovë, dua ta përsëris një mesazh që e theksoj çdo herë që flas për fëmijët tonë. Kujdesi për fëmijët nuk është vetëm detyrë prindërore apo institucionale, por është përgjegjësi e përbashkët e të gjithë shoqërisë sonë. Të gjithë fëmijët tonë, pa dallim etnie, gjinie apo përkatësie tjetër, meritojnë një fëmijëri të lumtur, arsim cilësor, ambient të sigurt dhe mbi të gjitha një jetë me dinjitet. E ardhmja jonë si shoqëri matet pikërisht nga mënyra se si i trajtojmë fëmijët tonë. Kjo në kupton më shumë investime në arsim, më shumë përkujdesje për shëndetin e tyre, më shumë mbrojtje nga dhuna, më shumë dashuri dhe mundësi për secilin prej tyre në mënyrë që të ëndrrojnë dhe t'i përmbushin ëndrat e tyre. Prandaj, të gjithë duhet të arrisim për kushtimin tonë që zëri i fëmijëve të dëgjohet edhe më shumë në çdo vendim, në çdo politikë dhe të drejtat e tyre të mbrohen në angazhimin tonë të përditshëm në mënyrë që vendi ynë të jetë një shtëpi e madhe ku çdo fëmijë ndihet i sigurt dhe i përfshirë. Duhet ta themi jo vetëm sot, por çdo ditë, se mbrojtja e fëmijëve nuk është vetëm një detyrim moral dhe ligjor, por është themeli i paqes së qëndrueshme dhe i zhvillimit të qëndrueshëm. Prandaj le t'i japim secilit fëmijë atë që e meriton: dashuri, vëmendje, mbrojtje dhe mundësi. Sot, siç e përmenda, kemi fëmijë nga të gjitha komunitetet, por edhe policët dhe ushtarakët tonë që sot janë prezent i përfaqësojnë të gjitha komunitetet që jetojnë në Republikën tonë dhe ata sigurojnë çdo ditë që ju të ndiheni të mbrojtur dhe të barabartë. E përderisa po flasim për fëmijët, ne asnjëherë nuk i harrojmë ata që dhanë gjithçka dhe kontribuan shumë në mënyrë që sot fëmijët tonë të jetojnë të lirë. Një prej njerëzve që ka dhënë më së shumti që të dëgjohet zëri i popullit të Kosovës është ambasadori William Walker, të cilit sot edhe ja urojmë ditëlindjen. Wishing you a very happy birthday and many more. Dhe jam e bindur që koha që e kalon sot në mesin tuaj do t'i jap edhe më shumë energji edhe më shumë jetë. Ambasadori tonë të nderuar, të dashur fëmijë, qofshi gjithmonë të buzëqeshur, qofshi gjithmonë të shëndetshëm dhe të lirë për të realizuar ëndrat tuaja. Urime një qershori të gjithëve, ju faleminderit.